Градоначалникот на Тетово Билјал Касами, кој под знамето на Влен бара уште еден мандат, информираше дека за прв пат по 20 години се подготвува генерален урбанистички план за Тетово. Во рамки на тој план, според него, ќе се изградат 3 нови базени, 6 спортски сали, 2 нови училишта и веќе е започната изградбата на пречистителна станица за отпадни води. Tani më në kapitullin e dytë të zhvillimit të Tetovës, ne po përgatitim planin general urbanistik, kur veshmë është kontraktuar instituti INSI nga Kosova, veshmë ka nisur përpilimi planit dhe besojmë që për një periudhë rekord për një viti do të kemi plan të ri general për Tetovën që s'ka qenë për 20 vitet e kaluara. Do të ndërtojmë 3 pishina të reja dhe 6 salla sportive, do të ndërtojmë 2 shkolla të reja të mesme që janë në ndërtim e sipër dhe 3 shkolla fillore, kolektori i ujrave të zeza që veshmë pas zgjedhjeve për shkak të procedurave zgjedhjeve është ndërprershëm. Кандидатот на НАИ за Тетово, Бајрам Реджепи, обвини дека во моментот со урбанизмот на Тетово не управува општината, туку надворешни компании кои работат во интерес на тесен круг луѓе. Gjithçka po bëhet për interesat të ngushta të një pjese të njerëzve që sillen rreth udhëheqësisë në ikje të komunës së Tetovës. Ti më i rëndësishëm për zhvillimin e Tetovës do jetë kodra e diellit. Si e dyta do jetë, domethënë, edukimi dhe planifikimi, dhe e treta do jetë administrata digjitale, transparente, efikase dhe një administratë që do jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo të udhëheqësisë së komunës së Tetovës. Кандидатите ветија решавање на сообраќајниот хаос преку изградба на нови паркинзи, ветување што беше дадено и порано, но не се реализира, јавен транспорт и дислокација на администрацијата од центарот на градот во објектот на поранешната касарна. Двајцата кандидати ветија изградба на нов градски стадион во Тетово.